Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur të përgatit steak në furrë që bëhet shumë i shijshëm me sosin perfekt. Steak lopës ose dviçit cilën ju dëshironi. Unë po marr këtë 1 kg steak, mandej nevojiten 2 lugë të gjellas me salcë të specave, 3 qepi kemi gri, 50 g me gjalp, 600 ml me ujë, 2 lugë të gjellas me nisheste, 1 lugë të mesme ju plot me biber të zi, 1 lugë të mesme plot me rozmarin, 1 lugë të mesme biber të kuq, veget, po ashtu 1 lugë të mesme, 1 lugë të mesme krip, 1 lugë të mesme me hudhër blume, 1 katror kështu të mishit që e qesin mishit lopës së dviçit që e shkrina në ujë, 2-3 gjethe të dafines, 2 lugë të gjellas koncentrat të rrushit që është balsamico ufull pra, edhe vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Se pari, tek uji i shtojna krejt melmesit. Edhe gjethet e dafine që një shiste. Nëse tani me përgatit pra, në furrë bëhet tepër i shijshëm. Salcën e specave, nëse s'keni bën edhe ajvar pra, ose salcë të domateve, por salca e specave jep pashtu dhe shije shumë mirë. Përzina tërë të durës. Shtojna vaj, thonjë 50 ml, edhe përzina të gjithë përbërës. Kemi marrë një tenxhere, kemi qit edhe vaj, tashti vaji është nxehur. Ka vendisim tash edhe steak në vajin e nxehur. Bismillah. Tash e rrotullojna në anën tjetër, pasi është rreshtur kështu mirë. Tash e largojna steak, e qesim në një pjatë edhe e qesim edhe këto të tash e largojna, e se diskutat e njëmi, që që qëtënë, i bus misi, e ka verdit shumë mirë, e lojna tek, misi tjetër, ta. Qëtë një këtë tëre, në furrë përgatitet shumë shpejt, sepse veç është zbutur, për i thorë kënaqë. Juve që më keni vetë motër të dashra, dhe këna një ide që ka përgatit për drekën e Bajramit. Normal, dreka Bajramit përgatitit e këtij shqiptarë gjithmonë tradicionale, por ja vlenë edhe se të përgatitet, po ashtu edhe për iftar. Marrim pas qep, përgatitim. Furrën e kemi lëshu me unëzhe temperaturë 230 gradë. Pas janë ka vëzisë e qep, tash i morrim krejt përbërësit që i kemi përzit tek bakalë pra me mesa, me salcë të spesa dhe me krejt që i komponent, edhe e qepim pra tek qep.
E shpërlojna edhe bakallën në fund, edhe e qesim të ujë. Kërzina. Tash e nollim pra shpëretin nalt, edhe nollim steak, qesim tek sosin të që kemi gëdit. Krejt me mi tash ja qesim edhe copat e gjalpës që e kom përmen në fillim. Tash e mbulojna tenxherën me kapak edhe fusim në furrën e nxehur temperaturë 230 gradë. Jo, nëse s'keni kështu me kapak, mundeni me mbulu me folje. Edhe steak e kemi hek pra prej furrës, e kemi lënë për 1 orë, rrafsh 1 orë. E kemi largu kapakun e tenxherës, edhe del perfekt, i but, i langshëm, po ashtu edhe sosin që ka perfekt, mund ta shoqëroni me orez, me çka dëshironi ju sipas dëshirës, me patate të zira, me perime, qysh juve ju pëlqen më shumti. Pra sosin e ka perfekt, vetëm orizin ose perimet mundeni me zi ekstra një sallatë dhe keni me pa vetë kur nuk keni me ndru qa që bëhet i shishëm. Neve na beft mirë iftari, e juve po ashtu, nëse provani ju lumë shënduar një ide që me të vërtet një herë provani edhe s'do të ndroni, këto ju garantoj, sepse di çfarë shije ka. Allah i na pranoft agjerimin e lutjet tona e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshim.